Jemi rikthyer sërish në transmetim këtu në Top Fare në Top Albania Radio. Nëse jeni në trafik, na vjen keq dhe mundohemi që t'ju argëtojmë, t'ju heqim pak të stresin, këtë lodhjen që ju keni pasur. Por tani dëgjoni mirë, mbani mirë shënim, sepse do të shkojmë në rubrikën që sfidon kohën, historinë dhe realitetin, direkte tek Shqipëria paralele. Të nderuar dëgjues, sot ndodhi ajo që askush nuk e priste. Në vend që të ishte ditë pushimi, ditë feste, Shqipëria ka mbetur pa internet dhe pa telefona. Kjo është dita që do të mbahet mend në histori, ose do të harrohet, se s'ka kush ta postoj. Për ju, Muhamet Veliu, Top Channel Londër. Apo jo, më përshë. Lidhemi tani me korespondentin ton që ndodhet direkte në Shqipërinë paralele. Nuk është Muhamet Veliu, është Julian Hurdha. Juli, ti je aty i dashur. Çfarë është duke ndodhur? Si është situata aty? Përshëndetje Angelo nga Shqipëria paralele. Më dëgjon? Po, të dëgjoj qartë, klaro. Këtu situata është e jashtëzakonshme, njerëzit janë në panik total. Të kujtohen ato pajisjet me të cilat dikur kërkonin çoririn e krapës? Po. Sot po i përdorin për të kërkuar internet. Po nuk punojnë me ato pajisjet, o Juli, që atëherë në krap kanë dalë jashtë funksionet ato. Gjeta Floririn të bëfsha pajisjen me kalin. Ne si jemi aty e ke bëra, edhe ne jemi për lëmsh këtej nga Shqipëria paralele. Pse? Të gjithë duken të humbur, Angelo, të hutuar. Pse? Kujtohet 2012 kur u tha se do ishte fundi i botës. Po, më kujtohet Juli, po. E po erdhi tani Ha? Alo. E po ky është një fillim tipik, një ditë pa telefon dhe pa internet. Të lutem, tentoj edhe një herë lidhjen, se më duket na iku. Duhet me patjetër të dim se çfarë ndodh në Shqipërinë paralele një ditë pa internet dhe pa telefon. Ha? E kemi? Jo, ha? Po të thash lidhu me gazetarin, ore, jo me West Side Family, ku po shkon kjo bot, nuk e di asnjëri, një ditë pa telefon dhe pa internet, dhe ja u bëm lëmsh edhe ne. Alo! E tentojmë edhe një herë. Alo! Angelo, më dëgjon? Po, të dëgjoj Juli. O sa mirë se kam dalë në kufi e po kap valët e grekut. Urdhro? Tani, është si fundi i botës, po pa filtra Instagrami. Kjo është e tmerrshme. Po si po komunikojnë mes tyre njerëzit? Juli, më shqipje, go pak më shumë, të lutem i dashur. Sa keq, disa po provojnë me fjalë, me zë, por është e vështirë. Shumë e vështirë. Po, e kuptoj vështirësinë në fjalët e tua. Po. Në çdo cep dëgjon njerëz që përtasin. Po thua se s'bën dot. Çfarë thua? Vetë hera kanë komshit. A punon aty te ju? Ha, erdhi. Ose kam pa mesazhin, nëse s'kam internet. Edhe thaj atëherë, vallaj, ditë zeza kam për të ardhur për ju, po ne nuk e besuam or burr. Edhe ne menduam se do ikin drita, jo interneti. Ore, shqiptarët konkretisht, Juli, çfarë janë duke bër pa telefona? Ti njerëz, si po e shtyn ditën ti njerëz, e ti edhe gazetari i Shqipërisë paralele, duhet ta dish këtë gjë. Vetja mundësi është të dalë në kufit ka valët e grekut, se edhe valët e italianit nuk po kapin më, Angelo. Çfarë thua, ore? Por, disa kanë filluar të lexojnë letrat të përshtylla, shitet 1+1 euro dhe thonë, pas kemi harruar me lexu. Sa të tjerë rrinë 2 orë në banjo e lexojnë etiketat e shampove. Sa të tjerë kanë filluar të lexojnë lajmërimet e vdekjeve. Ore, këtu më ndalo. A shtuar empatia tek njerëzit, pra po e shohin që dikush ka ndruar jetë preke, nuk vjen keq, ka ndryshuar kjo? Shumë sa thonë, ku e ka gjetë këtë foto? Pse s'ka vënë një foto më të mirë? Ka pas foto më të bukur ky. Më kujtohet njëra i kam pas bërë like edhe unë. Po, influencerat, se ata e hanë goditjen ballore. Si po ja dalin influencerat, Juli? Na thuaj më shumë. Fik në brez, direkt, më sportit. Katastrofë. Një vajzë ishte duke qarë, unë kam marrë të tëra po bërë story, sa nuk më shen njëri, më duket kam vdekur. Qarë thua? Një tjetër po i tregonte pasqyrës veshjen, se s'kishte ku t'ja tregonte online, që kishte vlerë. Juli, po me suflaqet, Juli, qa po ndodh me suflaqet? Han njerëzit suflaqet. Do mos t'in kufi, han shumë. E han njerëzit suflaqet, han shumë. Po, janë kopur. Po në politik, Juli, situata si është? Këtu më kësën gusht. Këtu është thjesht varri. Një deputet i tha sekretares, po unë e bëra këtë marrëveshje, si do ja bëjmë tani? A quhet po se postova? Halli madh. Ndërkohë një grup prej 30 vetësh janë ulur në trotuar me gërshër në dorë edhe presin. Qa po presin? As nuk pin, as nuk... Aha, hajde ata se bëjnë, ha? Po pse, Juli? Jo. Pse nuk e bëjnë?
Se presin që të vi interneti edhe të presin shiritin e inaugurimit që ta postojnë, ndryshe s'quhet. Do me thënë, Shqipëria pa internet është si parajs, këtë po na thua, Juli? Këtë po them, po ashtu si parajsa, për aq kohë sa nuk e ke parë zërin se s'ekziston. Çfarë thuar, se na bëre lëmsh, por ti me vërtet po kap valte gregut, po ke marr indikacione që andim, duke se unë s'të kuptoj dot. Po rrugët. Efkarisopoli. De rien. Ore, shoferët, rrugët, si janë? Rehatlik, sot nuk ka pasur asnjë aksident, asnjë debat, asnjë stres, policia ka filluar të vejë gjoba, po kësaj herë për mos përdorim telefoni. Po, çfarë thua, a ka ndonjë problem me gjithë kjo se nuk po të kuptoj, Juli, si mund të vësh gjoba? Vetëm një problem ka, koleg. Askush nuk e di kush e fitoi Big Brotherin. Njerëzit këtu mendojnë se jemi akoma në publicitet. Publiku ka vendosur. O, Juli, se s'ka filluar akoma Big Brotheri, burrini qetë, mos e vrisni mendjen. Pa problem fare. Natën e mirë e paçi fat. Jo, se thuti ata, jo. Më e çuditshme është se shoh shumë të rinj që ecin në atë mënyrë, po, saqë ti bëjnë hije vetes. Po kjo pse? Si pse? Se pa internet nuk i ndjek kush, kështu që të paktën do i ndjeki hija e tyre. Po të merren në me diçka, mos i bëjnë hije tokës kot o burr. Ti nuk e ke ide çka ndodhur në familje. Çka ka ndodhur? Ka plasur sherri. Jo. Një çift u grind se nuk e din ku i ka shkuar vajza. Dile kërkoje, tha gruaja. Çfarë? Po mirë më i gru sa burri, ja dola. Po unë se kam fiksu mirë si është vajza, se që kur është rrit, e kam pa vetëm me filtra. Çfarë thuare? Mos është një kushërire ime kjo apo jo? Nuk ka lidhje. Nejse. Nuk e di, Angelo, s'ja kam pa kartën e identitetit. Si ja ke pa? Okej, po. Luten që gjithë këtë merr të jetë si story në Instagram. Të zgjasi vetëm 24 orë. Po nëse zgjat më shumë, çfarë ndodh, Julian? Tani, nëse zgjat më shumë se 24 orë, ka rrezik të hapen përsëri librarik. Jo. Nëse zgjat 48 orë, do fillojmë të mësojmë alfabetin përmendër. Jo. Nëse zgjat 72 orë, do fillojmë të njihemi me komshin. Dhe nëse zgjat më shumë se 72 orë, ka dy mundësi. O do mbetemi në errësirë totale, ose do bëhemi si Danimarka. Jo, kjo është e pamundur. Koleg, të falenderojmë shumë për këtë lidhje të drejt për drejt nga Shqipëria paralele ku s'ke val dhe ke dalin kufit e greku. Mos harro të postosh videon e terrenit kur të kthehet interneti, se gjitha kjo nuk do të ketë kuptim. Të falenderoj shumë, ditë të mbar. Për ju, Julian Hurdha, direkte nga Shqipëria paralele. E pra të dashur miq, një ditë pa internet dhe Shqipëria u bë vendi më i qetë, më i bukur dhe më i çuditshëm në planet. Por vetëm për 24 orë, se sapo u kthye Wi-Fi të gjithë postuan. Dhe dini çfarë postuan? Dita pa internet ishte fantastike. Po pra. Okej, shumë mirë. Rikthehemi sërish në realitetin ton, se kjo Shqipëria paralele na bëri me dhimbje koke. Si mundemi ne ta imagjinojmë tani që një ditë mos të kemi internet dhe telefon? Nuk e dim, por kjo edhe mund të ndodhi, por një ditë pa Top Albanian, një ditë pa muzikën më të mirë të mundshme, do ishte katastrofë. Kështu që ikim në muzikë dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak.